Përshëndetje të gjithëve dhe sot jemi në transmetim në dy kanale televizive, në Opinion TV dhe në televizionin Tema me emisionin Prizreni Music Fest, ashtu si çdo ditë tjetër. Ashtu si çdo puntat, ne do të transmetojmë plot 3 këngë dhe 3 intervista. Do të kemi këngë të ndërthurura të rrymave të ndryshme muzikore, gjithashtu dhe intervista me këngëtarët tanë ku do mësojmë më shumë rreth jetës së tyre. Sigurisht që për gjithë juve që doni të votoni këngëtarin tuaj të preferuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe nga gjitha treva shqipfolse, mund të dërgoni mesazhet e juaja në numrin e afishuar poshtë në trishat e ekranit në PMF vend bosh, emrin e këngëtarit tuaj të preferuar dhe mesazhin e dërgojnë në numrin 55 600 66. Gjithashtu këngët e tyre mund të gjeni edhe në Facebook, në rrjetet sociale, mund të klikoni edhe në YouTube, sigurisht edhe në kanalin më të përhapur në Shqipëri, Arkiva Shqip. Ne ju themi që t'i votoni këngëtarët tuaj të preferuar, sepse kjo gjë është një anë shumë pozitive për to, sepse ato mund të shkojnë kështu në gjysmëfinale dhe pse jo dhe në finalen e madhe. Tani është një moment tjetër tepër i rëndësishëm që ja vlen të përmendet dhe unë dua të falenderoj jashtëzakonisht shumë komunën e Prizrenit. Gjithashtu falenderoj dhe firmën Renual Tahiri, portalin edukimi.net, parukeri First Lady dhe butik Sergio. Gjithashtu një falenderim tjetër i veçantë shkon dhe për Motel Vilatini, edhe për fabrikon e kablove dhe përçuesve elektrik Proton Cable. Gjithashtu një falenderim tjetër edhe më i veçantë se gjithë këto do të shkojë dhe për Hotel Gold, i cili ka mundësuar ambientin ku ne ndodhemi. Ditën e sotme do ta nisim me këngën e parë, e cila i përket të zhanrit hip hop dance, tipon pëlqen Kumria, Dush dhe Lil Big në Prizreni Music Fest.